Klubi futbollit Shkëndija me përballje ndaj Zorja Luhansk kanë mbyllur fazën kryesore përgatitore në Sloveni përpara ndeshjeve eliminatore të UEFA Conference Liga. Ekipi kuqezi zhvilloi një takim shumë pozitiv që u mbyll me rezultat 2-2, ndërsa ekipi tregoi elemente të mira në lojë dhe dha sinjale inkurajuese. Në prononcimin e tij të parë pas përfundimit të këtij cikli stërvitor, trajneri Polozhani u shpreh I kënaqur me progresin e treguar nga futbollistët, pavarësisht ngarkesave fizike. Ishte një ndeshje e rëndësishme pasi përballeshim me një kundërshtar që është në nivele të larta. Për sa I përket ndeshjes, unë mendoj që çunat e interpretuan mirë dhe mendoj që në fazën që jemi, domethënë në mbarimin e fazës përgatitore, patjetër që dhe lodhja ose ngarkesa e ka bërë vetëm, por që unë mendoj që ka qenë një ndeshje pozitive, një ndeshje finale para asaj që na pret Kupat e Europës. Unë mendoj që me freski akoma automatizmi I lëvizjeve do jetë akoma më I shpejtë dhe unë mendoj që jemi në rrugën e duhur. Në 4 ndeshjet kontrolluese Shkëndija regjistroi një fitore, një barazim dhe 2 disfata. Edhe pse rezultatet në miqësore nuk janë parësore, trajneri Artim Polozhani nënvizoi rëndësinë e ndërtimit të një mentaliteti fitues dhe implementimit të ideve të reja taktike. Kemi luajtur me kundërshtar jashtëzakonisht fortë, por që ajo që duam të implementojnë, unë mendoj që gradualisht po merr formë, edhe nëse do vazhdojmë pastaj këtë edhe me një ritëm tjetër, unë mendoj që jemi në rrugën e duhur. Patjetër që rezultatet nuk janë në plan parë në fazën përgatitore, por që ai mentaliteti fituesit duhet futet në ekip sepse është jashtëzakonshëm. Skuadra tashmë është kthyer në Tetov për të kryer përgatitjet e fundit para ndeshjes zyrtare të parë në skenën ndërkombëtare më datë 9 korrik kundër Europa FC në Gibraltar.